Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vlezër të nderuar, motrat respektuara, me lejen e Allahut azza wa jall. Po kam dëshirë me ndajt me juve një video ku do të mundohem të jem sa më përmbledhës me lejen e Allahut subhanahu wa taala, një ilustrim si shembull mostër për ata të cilët, për gjithë ata të cilët kanë shpif për shejkhun e nderuar, për këtë alim të madh i cili quhet Muhammed El Hasan El Dedo. Ky kolos i dijes dhe devotshmërisë që padyshim se shpifjet kanë qenë të lloj-llojshme, të ndryshme, këto me lejen e Allahut azza wa jall do të shfaqim vetëm se një shpifje të cilën e hedh poshtë shejhu i nderuar dhe të gjithë ata të cilët e kanë zgjatë gjuhën ndaj këtij dietari të madh, duke u nis nga fakti si për kujtim apo si rikujtim se dietarët janë trashëgimtar të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë ata të cilët i udhëzojnë njerëzit tek rruga e Allahut subhanahu wa taala, ja mësojnë fejen e Allahut, ja sqarojnë halalin dhe haramin dhe ja bëjnë të qartë atë që është e dobishme dhe ja bëjnë të qartë atë që është e dashme dhe bën sebeb që njerëzit të udhëzohen tek rruga e Allahut subhanahu wa taala. Këtu tash me lejen e Allahut azza wa jall po ndëgjojmë shkurt, inshallah pastaj ja përkthej në formë përmbledhëse. لا ليست كبيرة. واحترنا في الشيخ الددو، هو من الإخوان، هو من السلفيين، هو سلفي في العقيدة، إخواني على صعيد الحركة، يعني من الجانب الحركي، قريب من التبليغ. ما أنت يا شيخ محمد ومن أنت من هذه الزاوية؟ إنني من المسلمين. كلنا من المسلمين كما قال الله تعالى. بس التصنيفات اليوم صارت أهم من الإسلام للأسف يعني. لكن أنا لست أهم عندي من الإسلام. أنا مع كل الساعين للخير ومع كل الداعين إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف قدري وأعرف أنني دونهم جميعا. سياسيا أنت من الإخوان المسلمين؟ لا، أنا سياسي. Këto dashta të më thonë se po shkon pastaj video gjatë, kush ka dëshirë me ndëgju domethënë gjërësisht mundet me hy El Muqabala këtu te El Jazeera, e kanë incizu këtë intervistë me të vërtet shumë të dobishme. Kush ka dëshirë me njoft më mirë shejkhun e nderuar, ka mundësi me ndëgju këtë intervistë që është dy pjesë. Pjesën e parë tregon për jetën e tij, për kërkimin e tij të dijes, edhe padyshim se nëse është i sinqert, do e sheh kalibrin e këtij dietari. Këto do të thonë pyetet se me çka është, kush është Sheikh Muhammed Hasan El Dedo, a është do të thonë me ikhwan muslimin, a është afër teblig, do të thonë xhamati teblig, apo është në akide me mëdhëbën e selefit. E sheikhu i nderuar do të thonë kur të pyetet do të thonë direkt aty në fund tash kur pyetet se a je në aspektin politik me ikhwan muslimin, sheikhu thotë jo. Edhe sheikhu e din më mirë për vetvete se sa dikush tjetër. Do thonë ata që kanë fol për shejkhun e nderuar, ata padyshim se kanë shpif për ta. Edhe më vonë, do thonë e sqaron shumë qartë dhe potencon se është me, do thonë, me dhëbin apo metodologjinë e të parëve tonë të mirë, e salafus salih. Amo ajo që është me rëndësi me kuptu të shejhu, sepse se shejhu është me vërtet shumë enciklopedik, është shumë gjithë përfshirës, edhe kë nuk e kufizon veten me një xhamat të caktuar. Shejhu ka dëshirë me i bë dobi krejt umetit, edhe referimi i tij tek selefi apo tek të parët tonë të mirë, ku ne si musliman jemi të udhëzuar ta ndjekmi të parët tonë të mirë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, më të mirët prej umetit tim, do të thonë më të mirët është gjenerata ime, do të thonë janë sahabët, pastaj ata të cilët vijnë pas, ata janë tabiinët, dhe pastaj ata të cilët vijnë pas, ata janë etba'i tabi'in. E sheikhu thotë, do të thonë që i referohet atyre, ama ky mundohet me ndjek ata në çdo aspekt, sepse ne jemi të obliguar të ndjekmi në çdo aspekt, jo vetëm se në çështjet e akidës, por se edhe në muamelat, në çështjet ndërnjerëzore, edhe në akhlak, edhe në edeb, edhe në sjellje, edhe në raport me që silemi me njerëzit, edhe në raport që silemi me dietarët, edhe në raport me në aspektin e respektit me dietarët. Këtu duhet me ndjek gjeneratat e para, edhe brezat e parë. Jo vetëm se me pretendu
në të gjitha këto aspekte me I kundërshtu ata. Pastaj me pretendu se I ndjek me ata. Kjo është shumë një gjë gjithë përfshirëse që duhet me pas parasysh. Shehu këtu shkurtimisht vetë dashta mos të zgjasim. Kush ka dëshirë që tash mundet me ndëgju komplet, ndërsa ata të cilët e kanë zgjat gjuhën apo kanë shpif për shehun e nderuar, këtë dietar të madh, këtë dietar të veçantë, të rrallë, ata padyshim se duhet me u pendu tek Allah subhanahu wa taala, pastaj edhe në çat formate në të cilën kanë përhap ato shpifje, duhet me jashtëru se kanë gabu. Kanë gabu edhe me u pendu tek Allah subhanahu wa taala, sepse Allahu Jalla Jalaluhu thot në Kur'an illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Përveç se ata të cilët pendohen dhe përmirësohen dhe sqarojnë, kjo shumë është me rëndësi. Wa bayyanu, këtyre thot Allahu Jalla, atyre ja pranoj pendimin dhe unë jam pranues I pendimit dhe mëshirues. Subhanallah. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Prandaj vëllezër të nderuar për me kufizu këtë video sa më përmbledhëse, ata të cilët kanë shpif, jo vetëm se për shehun, sepse ajo shpifje që e kanë bo, këtu po tregon se nuk është ashtu. Amo edhe që kanë thonë se edhe ata që nuk e lavdron këtë dikush përveç se që është qashtu. Që I bën edhe ata që I lavdrojnë këtë, që janë shumë edhe dietar të mëdhej. Kjo është një konkluz jashtëzakonisht destruktive dhe e pasakt, është totalisht e pa drejt, e pa logjikshme, sepse na kemi në umetin ton, kemi shumë dietar që në disa çështje I kanë qenë për shembull me dhëbin e sharive. Në raport me interpretimin e disa cilësive të Allah subhanahu wa taala. E tash si shembull po e marr Ibn Hajar al-Asqalani. Pas Ibn Hajarit kanë shumë dietar që kanë lavdruar Ibn Hajarin, e kanë dëgjuar prej tij, kanë mësuar prej tij, ama do të thonë që duhet me qenë një mendim me to. Ama tash do të thonë me këtë konkluz, sipas kësaj konkluzës, edhe ata që e kanë lavdruar apo që kanë mësuar prej tij, ata po bën, domethënë çashtu në çdo meselë që nuk është e vërtetë. E këtu në këtë rast faktikisht shehu fare nuk është, nuk është prej atyre, prej asaj lëvizje e Ikhwanul Muslimin. Po edhe sikur t'ishte, ata që e lavdrojnë apo që mësojnë prej tij apo që përfitojnë prej tij, nuk duhet patjetër të jetë, edhe ata ashtu. Kjo është konkluzë e gabueshme, totalisht e padrejtë. Edhe ata padyshim se duhet me kërku falje tek Allah subhanahu wa taala dhe me kërku falje atyre që kanë bërë ndaj atyre që kanë bërë këtë shpifje. Shehu këtu diçka e tha me rëndësi, tha unë jam prej muslimanëve, kush je ti, çka je ti, tha unë jam prej muslimanëve, këtu aludon tek fjala Allahut azza wa jall, huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha, ai do thon Allah subhanahu wa taala ju quajti juve musliman, më herët do thon në shkrimet e kaluara e vjetra, po wa fi hadha dhe në këtë do thon në Kur'an. Edhe kjo ishte një dobi, elhamdulillah. Kaq me lenin Allah azza wa jall po duam me përfundu këtë sqarim, vetëm se ishte si një ilustrim që me pa ju të nderuar dhe të respektuar se çysh kanë shpif, edhe mos I ndëgjoni ata të cilët ju rrejnë dietarët, të cilët shpifin për dietarët, të cilët bëjnë propagandë kundër tyre, të cilët folin fjalë të këqija, të cilët bëjnë vazhdimisht gibet ndaj dietarëve, sepse ata e hajnë mishin e helmuar, sepse mishi I dietarëve është I helmuar. Edhe nuk ka hajër, edhe nuk ka bereqet në atë metodologji ku I hyet në hak trashëgimtarëve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj muslimanët duhet të jenë sa më të mëshirshëm, sa më zemërgjër, edhe të dojnë dietarët, të luten për ta, të përfitojnë prej tyre e mos I largojnë njerëzit nga feja e Allahut, nga dietarët të cilët e promovojnë fejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ja mësojnë njerëzve halalin dhe haramin. Dhe I udhëzojnë njerëzit tek rruga e drejtë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky është vetëm se një ilustrim. Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.